Shfrytëzojmë në këtë mënyrë, do e kthejmë pastaj kërcelin në këtë mënyrë, do e futim mes dy luleve kërcelin, sepse ashtu thuhet, fillon me thuhet kurora. Pra, dy lulet e para, edhe njerë, dy lulet e para, i kryqëzuam, e futem kërcelin në mes të luleve dhe e tërheqim. Ja, u bon dy, ta marrim lulet tjetër, edhe vazhdojmë procesin, pastaj në të njëjtën mënyrë, ja, e marrim lulet tjetër dhe e bëjmë në të njëjtën mënyrë përsëri. E kalojmë kërcelin në mes të dy luleve të fundit dhe e zbresim poshtë dhe kurora fillon edhe zgjatet. Pastaj vazhdojmë me lulen tjetër. Përsëri e futim kërcelin në mes të dy luleve dhe kurora zgjatet. Dhe e përsërisim këtë proces. Ta fillojmë gjithë së bashkut. Ja. Do e fillojmë gjithë së bashkut. Edhe kjo pjesa këtej e kërcelit trashet. Kurora vjen e shtohet. Do e fillojmë gjithë së bashkut dhe kur të shkojmë tek masa e kokës tuaj që ta bëjmë kuroren sa për masën e kokës tuaj, do e bashkangjesim me fillimin dhe do e vini te koka. Okay? Tani, ne kemi dy mënyra se si mund ta bëjmë kuroren. Po e shikoj një mënyrë tjetër këtu. Ja, sa bukur.